Në gjykatën e shkallës së parë të Korçës është zhvilluar me ditën e sotme seanca gjyqësore për vlerësimin e ligjshmërisë, arrestimit dhe masës së sigurisë ndaj Kevi Musllarit, i ndaluar pas incidentit ndodhur gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Pogradesit. Gjykata vendosi ta shpallë të palishëm arrestimin dhe të mos saktoja si masë sigurie ndaj tij. Në arsyetimin e vendimit, gjykata ka vlerësuar se në rastin konkret nuk ka prova të mjaftueshme për ekzistencën e veprës penale të goditjes për shkak të detyrës, ndërsa pamjet filmike dhe rrethanat e ngjarjes kanë treguar se nuk ka patur dhunë të qëllimshme ndaj këshilltarit. Prokuroria ka kërkuar që arrestimi të vlerësohej si i lishëm dhe ndaj Musllarit të saktojë masa e sigurimit detyrim paraqitje, por kërkesa nuk u pranua nga trupi gjykues. Avokati mbrojtës i Musllarit Endri Çela e ka konsideruar vendimin e gjykatës si të drejtë, duke theksuar se klienti i tij nuk ka ushtruar dhunë, por është përfshirë në një shtyrje të momentit të ndikuar nga tensioni i situatës. Sapo ka përfunduar seanca gjyqësore për vlerësimin e masës sigurimit, për vlerësimin e arrestimit dhe masës sigurimit në ngarkim të shtetasit Kevi Musllari. Gjykata vendosi që të vlerësohet i palishëm arrestimi i shtetasit Kevi Musllari, si dhe të mos saktohet as i masë sigurimi në drejtim të tij. Organi i akuzës kërkoi që të vlerësojë si i lishëm arrestimin në flagrancë, si dhe të saktojë masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Qëndrimi jon ishte që të vlerësojë i palishëm arrestimi për shkak sepse nuk kishin më kushtet e goditjes për shkak të detyrës për dy elementë. Së pari nuk kemi goditje, ka patur një shtyrje të përbashkët me personin tjetër të përfshirë në konflikt, dhe së dyti kjo nuk lidhej me detyrën, por lidhej për faktin që ka patur një shtyrje së pari nga personi tjetër dhe më pas ka reaguar instinktivisht shtetasit Kevi Musllari. Dhe ky qëndrim me sa duket e bindi dhe gjykatën, i shoqëruar dhe me pamjet filmike. Fatmirësisht ngjarja përkatëse ishte e filmuar nga shumë media, kishte kamera nga pozicione ndryshme dhe me sa duket dhe gjykata ka arritur në konkluzion e bindur nga të gjitha këto situata. Ndërkohë, Kevi Musllari pas lirimit në një deklaratë për mediat e ka pritur vendimin me lehtësim, duke cilësuar arrestimin e tij të padrejtë. Ai ka falendëruar familjarët, miqtë dhe banorët që e kanë mbështetur gjatë gjithë ditëve të ndalimit, duke theksuar se qëndrimi i tij ishte në mbrojtje të interesit të komunitetit dhe jo një akt dhune ndaj kujdo. Gjykata dha vendimin që pritej, arrestimi im u shpalli paligjshëm sepse realisht ashtu ishte. Unë u shpreha edhe në gjykatë, unë nuk jam kriminal, unë isha aty në mbrojtje të interesit të komunitetit, në mbrojtje të një kauze që ne e kemi menduar si të drejtë dhe e mendojmë si të drejtë. Nuk ishte qëllimi im as si që të dhunoja dikë për shkak të detyrës. Ky ishte një vendim thellësisht i padrejtë. Kështu që kam edhe një falënderim për gjykatësin i cili mori një vendim të drejtë në raport me mua. Falënderim edhe për banorët të cilët ishin pranë meje ose u gjendën pranë meje në këto ditë shumë të vështira, dolën protestuan sepse e kuptuan që ne po protestonim jo për diçka, jo për të marrë diçka në këmbim, po thjesht sepse atje cënoheshin interesat tona. Ishim të prekur drejt për së drejti, ndaj ne duhej që ta mbronim interesin ton me argumenta dhe me fakta. Ndërsa prokuroria ruan të drejtën për të apeluar vendimin, pala mbrojtëse është shprehur se nuk do të ndërmarrë asnjë veprim të mëtejshëm, pasi gjykata ka vendosur në përputhje me kërkesën e tyre. Pas disa ditësh tensionimi dhe reagimesh me protesta nga komuniteti, Kevi Musllari deli lirë dhe me një vendim që sipas tij dhe mbrojtjes konfirmon se veprimet e tij nuk kanë pasur karakter penal.